Naimi dhe Mihria ndajnë moment intim për Shën Valentin. Çifti i njohur i skenës shqiptare, Naim Abazi dhe Mihrie Braha, kanë ndarë një moment tejet intim në ditën e të dashuruarve. Ata publikuan një fotografi ku Naimi i dhuron një puthje në faqe Mihries, ndërsa në duar ajo mban një buqet me lule të kuqe e të bardha. Momenti romantik mori menjëherë reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e përgëzuan çiftin për dashurinë dhe harmoninë që vazhdojnë ta ndajnë ndër vite. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.